Gjykata e apelit me juridiksion të përgjithshëm në Tiranë ka ndryshuar vendimin ndaj Azgan Mërnicës, duke e dënuar me 35 vite burg për vrasjen e efektivit të forcave shqiponja, Novruz Cenalia. Me këtë vendim, apeli ka rrëzuar dënimin e mëparshëm me burgim të përjetshëm, që ishte dhënë nga gjykata e Fierit, duke i ulur ndjeshëm masën e dënimit. Ngjarja e rëndë ndodhi më 13 maj 2024, rreth orës 13:30, në fshatin Baltës të Fierit. Sipas dosjes hetimore, konflikti nisi pasi efektivi i policisë i kishte tërhequr vëmendjen Mërnicës për mënyrën e rrezikshme të drejtimit të automjetit, pasi ky i fundit kishte hyrë me shpejtësi në një kthes pa kontrolluar rrugën. Pas debatit verbal, situata degradoi në tragjedi. Sipas akuzës, Mërnica ka zbritur nga automjeti, ka nxjerr armën e zjarrit dhe ka qelluar ndaj 28 vjeçarit, duke i shkaktuar vdekjen e menjëhershme. Efektivi Novruz Cenalia kishte rreth 3 vite në shërbim me uniformën e forcave shqiponja, ndërsa vrasja e tij shkaktoi reagim të fortë në opinionin publik. Pas ngjarjes, autori u largua dhe qëndroi në arrati për rreth 48 orë, derisa u dorëzua pas negociatave të policisë me familjarët e tij. Vendimi i apelit për uljen e dënimit pritet të ngjallë sërish debat dhe reagime, për shkak të ndjeshmërisë së lartë që pati kjo çështje në publik.